Vuani nga pagjumësia, ky është sekreti si të flini për 1 minutë. Stresi I përditshëm ka ndikim në orën dhe cilësinë tuaj të gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mund të shkaktojë edhe probleme serioze në shëndet. Ndaj oraret e pushimit të natës mund të kthehen në perioda për këdo që ka orë të lodhshme pune. Ata që kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin e bananes së zier, si një ndihmë mjaft të mirë lehtësuese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kundër problemeve të pagjumësisë dhe sjelljen e një gjumi cilësor në dietën tuaj të përditshme. Bananet, së bashku me lëkurën e tyre, janë të pasura me magnez, gjithashtu edhe me nivele të mira të kaliumit. Magnezi është jashtëzakonisht I dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron një qetësim më të madhe. Sigurisht që të përdorni 100% banane organike do të jetë një zgjidhje më e mirë, të cilat janë të pasura gjithashtu edhe me element më të lartë ushqyes në përmbajtjen e tyre. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 1 banane organike, 1 tenxhere e vogël me ujë dhe 1 shkop kanelle. Së pari, prisni skajet e bananes. Zhvisheni atë dhe vendosni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. E lini të vlojë për 10 minuta dhe më pas e kaloni në kulluese. Shtoni pak kanellë dhe e pini atë përpara se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e pagjumësisë. Ajo është plotësisht e natyrshme dhe sigurisht shumë e dobishme në përditshmërinë e recetave tuaja. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga problemet e pagjumësisë, është shumë e rëndësishme për ju dhe për organizmin tuaj që të ndiqni trajtimet e duhura ushqyese, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu në një relaks më të mirë të mbrëmjes dhe të përmirësoni gjithashtu cilësinë tuaj më të mirë të gjumit. Vuani nga pagjumësia dhe nuk e dini se çfarë të bëni që gjumit ju marrë sërish. Ndjekja e recetave të duhura ditore mund të ndihmojë që të arrini kështu rezultatet e duhura për qetësimin e mendjes dhe të shpirtit në momentet më stresuese të mbrëmjes. Ekspertët tregojnë se disa mënyra alternative, të cilat mund t'i ndiqni në kushte shtëpie çdo mbrëmje, sigurisht që do të jenë një prej alternativave më të çmuara në betejën kundër pagjumësisë dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Ekzistojnë ushqime të cilat në mbrëmje mund t'ju ndihmojnë të relaksoheni më mirë dhe të arrini gjithashtu një cilësi më të mirë të gjumit. Pagjumësia është një shqetësim shumë I shpeshtë dhe gjithmonë I karakterizuar nga pafuqia për të fjetur, pavarësisht nga lodhja e madhe që mund të keni. Personat që vuajnë nga pagjumësia e dinë shumë më mirë se përdorimi I teknikave të ndryshme mund të jetë zgjidhja më e mirë lehtësuese në këto situata mjaft të vështira. Por pak e dinë që një dietë korrekte dhe e balancuar mund të ndihmojë për të arritur një gjumë më të mirë në mbrëmje, të nevojshëm për aktivitetet tuaja ditore dhe për lehtësimin e shqetësimeve të tij. Ndaj nëse jeni një person që shpesh vuani nga problemet e pagjumësisë, është në të mirën e shëndetit tuaj të arrini të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve të duhur, të cilët do ju ndihmojnë të realizoni një gjumë më të mirë në mbrëmje. Sipas lip speaker në këtë video, do të rendisim produktet më të mira natyrale, të cilat do ju ndihmojnë të arrini një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të lehtësoni shqetësimet që sjell pagjumësia në mënyrë të rregullt në jetën tuaj. Ekspertët tregojnë se orizi është ideal për të gjitha ata persona që vuajnë nga pagjumësia dhe ky ushqim përmban gjithashtu nivele të mira të tripofanit, I cili do të stimulojë prodhimin e serotoninës. Ekspertët tregojnë se kjo është një mundësi për të arritur rezultatet e duhura të gjumit dhe për të lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tij. Përveç orizit, në dietën tuaj ditore mund të shtoni edhe bananet, pasi janë të pasura me minerale të cilat do ju ndihmojnë të arrini një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të lehtësoni gjithashtu shkaqet që sjell pagjumësia.
Banania, përveç se një ëmbëlsirë e shijshme, është e pasur me kalium dhe elementë shumë të mirë gjithashtu edhe të ushqyesve, siç është magnezi. Kjo substancë ndihmon trupin të rigjenerohet dhe të rikuperojë gjithashtu energjinë e humbur, duke ju ndihmuar të arrini të realizoni një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të lehtësoni gjithashtu shqetësimet e tij. Ekspertët tregojnë se në dietën tuaj mund të shtoni edhe peshkun. Peshku është një bekim shumë i mirë për të gjithë personat që vuajnë nga pagjumësia. Ai përmban yndyrna omega-3, vitaminën D, substanca elementare për një gjumë më të mirë dhe për të ndjerë gjithashtu më i relaksuar në mbrëmje. Ekspertët tregojnë të paktën 2 racione peshk në javë janë më se të këshillueshme për të marrë këto përfitime. Çaji i blirit. Ku ka më mirë se sa të përdorësh çajin e blirit dhe kamomilit për të marrë një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Falëve të tyre kuruese, shëndet më të mirë do të marrë trupi dhe relaks më të mirë në mbrëmje, duke ju ndihmuar të luftoni problemet e pagjumësisë dhe të arrini të relaksoni veten ashtu si trupi ka më shumë nevojë në këto situata të vështira. Qershit. Me ardhjen e verës, qershit janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj specifik. Ato janë të ëmbla të mira të pasura me melatonin. Do të ishte më mirë që t'i përfshinit ato në recetat tuaja ditore dhe ndikimi që do të merrni do të jetë vërtet fantastik. Qumshti. Qumshti është një produkt unik që mund të përdoret edhe për ata personat që duan të flenë. Kështu do ta keni më të lehtë të arrini të realizoni një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Nëse jeni një person që shpesh vuani nga këto shqetësime të pagjumësisë, konsumi i qumshtit në mënyrë të përgjithshme në dietën tuaj ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj për t'u relaksuar dhe për të arritur gjithashtu një cilësi më të mirë të gjumit në çdo mbrëmje. Arrat. Edhe pse arrat janë konsideruar zakonisht si shumë të yndyrshme, ato janë një element esencial kundër problemeve të pagjumësisë. Arrat janë të pasur me magnez dhe gjithashtu minerale shumë të rëndësishme, të cilat janë të nevojshme për të relaksuar stresin dhe për të arritur një gjumë më të mirë në mbrëmje. Tërshëra. Tërshëra përmban melatonin dhe është ideale për të gjitha ata persona të cilët nuk arrin të flenë si duhet në mbrëmje. Pasi të hani një pjatë të përgatitur me tërshër, do të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe do ta keni më të lehtë t'i thoni lam të mirë problemeve të pagjumësisë. Kjo është një mënyrë alternative shumë e mirë që në mbrëmje mund të ndihmojë trupin tuaj të relaksohet si duhet edhe të arrijë të sjellë një gjumë më të mirë. Salmoni. Peshku yndyror është veçanërisht i pasur me acide yndyrore omega-3 dhe vitaminën D. Një kombinim shumë i dobishëm ky për të promovuar gjumin e mirë dhe për të relaksuar gjithashtu mendjen tuaj bredharake çdo mbrëmje. Bajamet dhe arrat janë një produkt fantastik që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj ushqyese dhe të sjellin gjithashtu një gjumë dhe një relaks më të mirë në mbrëmje. Shtimi i tyre vazhdimisht në recetat tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni trupit tuaj edhe për relaksin më të mirë në mbrëmje. Ekspertët tregojnë se këto produkte fantastike, të cilat shpeshherë i shtoni në dietën tuaj, mund të ndihmojnë në gjumin tuaj. Çaji radhbimor. Çaji i kamomilit është një alternativë e pasur me flavonoide dhe apigenine. Një nga elementët flavonoid zvogëlon inflamacionet që shkakton pagjumësia dhe nga ana tjetër, apigenin është një antioksidant i cili do të ndihmojë dhe do të promovojë gjumin më të mirë në mbrëmje, duke ju ndihmuar kështu të arrini të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe t'i thoni lam të mirë pagjumësisë. Është e rëndësishme që her pas here të shtoni gjithashtu në dietën tuaj qershit ose lëngun e vishnjave. Qershit ose lëngu i vishnjave është i pasur me fibra antioksidant, vitamina dhe minerale. Falë këtyre vetive që ato përmbajnë, do ju ndihmojnë të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe të arrini t'i thoni lam të mirë problemeve të pagjumësisë. Ndjekja e një diete të tillë mund të ndihmojë të arrini rezultatet e shumë pritura. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.